ish presidentit Thaçi, konkretisht, por edhe për, në fakt, edhe për gjithë 4 e UÇK-s. Fakt, kur e kam dëgju zotin Rama duke folë për presidentin Thaçin edhe për Republikën e Kosovës, fillimisht nuk kam besu. Sepse dje ka qenë ndër forumet më të mëdha gjeopolitike që po zhvillohen në botë. Vëmendja e krejt botës ka qenë pikërisht në atë eveniment. Dhe Edi Rama e kishte 2 minuta për Shqipërinë, 2 minuta për vete, 2 minuta jetësor për Shqipërinë, 2 minuta jetësor për veten. Dhe nga këta 2 minuta ja dha Republikës së Kosovës, ja mori Shqipërisë, ja dha Republikës së Kosovës, dhe ata minutat e dedikuar për vete ja dha presidentit Hashim Thaçi. Dhe unë mendoj që ky akt, edhe mënyra që shë interpretoj aty, edhe mënyra që shë përshkrujti krejt problematikën, unë mendoj që e bën zotin Rama një lider të papërsëritshëm, i cili edhe njëherë e vërtetoj që është në gjendje që t'i vendos interesat nacionale, kombëtare përpara atyre personale. Dhe argumentimi i tij që e paraqet si këtë marrëdhënie në Kosovë-Shqipëri, marrëdhënie në Kosovë-Serbi, si konflikt të hapur, dhe pengesa që shë ka bërë Jack Smith, i cili po ashtu ka përndjek politikisht Donald Trumpin, kjo lutja